është gjithçka. Ose ta drejtësi Gjithçka. Madje po e nis me këtë lajm të orës së fundit, sepse ka të rriqur vëmendjen shumë, sidomos për gjatë fundjavës nuk kemi patur rastin të trajtojmë në task force. Ishte rasti i avokatit ndaj të cilit u vendos shoqërimi dhe më pas komunikimi i masës arrestit ndaj tij. Një ngjarje ndodhur brenda sallës së gjyqit, pra e konsumuar me një regjistrim audio në bazë të cilit pas një këmbgulje të vëjueshme të avokatit mbrojtës të një të pandehuri, se prokuroria kishte falsifikuar, ishte duke folur me dokumente të rreme dhe se do të merrej personalisht me prokurorin e çështjes, duke bërë një ndjekje penale ndaj tij, do të mjaftonte vetëm kaq që të vijej në lëvizje një strukturë tërë. Prokuroria nuk bëri gjë tjetër veç se atë që kishim dëgjuar më herët, në fakt, edhe nga Altin Dumani, afërmendsh do të vendoste sipas ashtu. Gjykata të vendosin afërmendsh, por sipas lajmit të orës fundit është liruar avokati, ndoshta nga zhurma e madhe, ndoshta nga bojkoti pesditori deklaruar nga avokatët. Nga hiqi i dosjes? Apo ndoshta edhe nga hiqi i dosjes. Ndjekim pak nëntën? Tre ditë pas arrestimit, pas incidentit të ndodhur në gjykatën e Elbasanit, avokati Ulian Bajrami është liruar nga qelitë e paraburgimit. Vendimi për lirimin e tij është marrë nga prokuroria e Elbasanit, e cila e ka cilësuar arrestimin e tij si të paligjshëm. Madje organi akuzës së këtij qyteti nuk e ka dërguar çështjen as në gjykat, por e ka konsideruar mbajtjen në burg të Bajramit si të paligjshëm. Ulian Bajrami u arrestua të premten me pretendimin e prokurorit Gjergj Seka se e kishte kërcënuar në seancë. Në fakt, avokati Bajrami akuzonte prokurorin dhe oficerin e policisë gjyqësore se kishin falsifikuar provat dhe aktet. Ai paralajmëroi se do të bënte kallëzim për prokurorin dhe oficerët e policisë gjyqësore. Ulian Bajrami ishte avokat mbrojtës i të arrestuarit Maksim Lika. Pas arrestimit të Ulian Bajramit ka reaguar dhe dhoma avokatisë që e ka cilësuar këtë ngjarje si të paprecedent. Basir, ndër pikat e tjera është ajo 2 në të cilën thuhet nga prokuroria. Ndërkohë, lidhur me ndalimin e shtetasit UB nga ana e prokurorit çështjes, pra avokatit, është mbajtur qëndrimi se nuk ishin kushtet dhe nevojat për vijimin e këtij ndalimi dhe për kërkimin përpara gjyqtarit të hetimeve paraprake të vleftësimit të tij apo caktimit të një mase sigurimi personal. Përjedhoi si pasojë ligjore ipso iure, është urdhëruar lirimi menjëhershëm i të ndaluarit. Veçsa më lart, duke mos paragjykuar çështjen konkrete dhe ecurinë e hetimeve, gjejmë rastin të ritheksojmë se profesionistët e drejtësisë, gjyqtar, prokuror, oficerë e policisë gjyqësore dhe avokatët janë shtyllat që mbajnë në këmbë sistemin e drejtësisë. Asnjëra prej tyre nuk mund të funksionojë duke cënuar pavarësinë apo sigurinë e tjetrës. Sistemi i drejtësisë kërkon bashkëpunim institucional, respekt reciprok dhe integritet profesional nga të gjithë halkat e tij. Qëndrimet publike të nxituara, të pabazuara në raportime zyrtare dhe institucioneve të përfshira, apo në vendimarrje konkrete procedurale, apo qëndrimet që relativizojnë ose justifikojnë sjellje të kundralishme, dëmtojnë rënd misionin e përbashkët për zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e drejtësisë. Prokuroria mbetet e vendosur të garantojë zbatimin e ligjit në mënyrë të barabartë për gjithë, si dhe mbrojtjen e sigurisë dhe integritetit çdo funksionari drejtësisë apo policisë shtetit përballë çdo formë presioni, intimidimi apo kërcënimi. Jemi në moral, këtu po bëhet moral. Poezi e gjitha. Po pra, është totalisht poetike, emocionale, njëkohësisht edhe doza dhe nuanca politike. Në asnjë paragraf të asaj që ju përcollët, prokuroria nuk thekson se në bazë të provave, hetimit të oficerët policisë gjyqësore, të prokurorit, u konstatua se subjekti, pra UB, avokati Filan Fisteku, ka konsumuar elemente veprës penale dhe për këtë arsye, atij do t'i hiqet liria dhe do të merret masë ndaj tij. Dhe thot diku u çmuan që nuk do të vazhdohet me vijimin e ndalimit. Pra çtu ndjele pasionin në bandamin, të hënën nuk ke provë, por shumë ndjel çfarë provësh kish. Se ka 2 momente aty, ka një prokuror dhe një gjykatës që kërkojnë ndalimin dhe e vendosin atë, pra masën e arrestit, dhe një prokuror dhe gjykatës që kërkojnë lirimin dhe ekzekutojnë lirimin. Atëherë njëra nuk ka ndodhur në zhvillim brenda 2 ditëve të qëndrimit në arrest të avokatit, nuk ka një provë shtesë, nuk ka një zhvillim tjetër, nuk ka një element të ri nga dosja e pretenduar, se ty s'ka dosje. Dhe në këtë rast, njëra nga palët, ata që kanë vendosur ndalimin ose lirimin, ka konsumuar element veprës penale. Ka shkelur ligjin haptazi. Dhe qëndrimi vijus, le themi, shkatrues dhe i shëmtuar është vazhdimësia e Këshillit të Lartë Prokurorisë. Ata do mendohen ata. Çfarë presin ato? Mesazhet e Ramës. Nuk u ka po tekstin Rama akoma se do të zonë me një qyfyre tjetër, dhe këta nuk shprehen. Kur duhet shprehen ata? Dhe mëtej janë pastaj, se tani u bë dhe një lloj trazire
e pandaluar brenda sistemit drejtësisë që nga vrasja e gjyqtarit Asrit Kalaja. Sidomos. Gjyqtarët kanë reaguar, avokatat në blog. Sigurisht, reagimi ka qenë shumë pozitiv në mbrojtjet kolegët tyre, po 5 ditë në ndalim të mos pjesëmarrë të seanca, po tani që u lirua avokati kolegët tyre, ta në presin bojkotin. Po, sepse ishte paralajmëruar 5 ditë në fakt. Pra, një pjesë e shfrytëzon ngjarjen për interese